Mund të konfirmoj që sot rreth orës 5:30 mëngjesit jemi njoftuar nga policia për një rast të vrasjes së rënd, e cila ka ndodhur brenda familjes. Menjëherë si kryeprokuror kam dalë në vendin e ngjarjes, së bashku me hetuesit policor, njësitë të policorit Prizrenit dhe hetimeve rajonale, po ashtu na është bashkangjitur edhe krim teknika dhe bëhet fjalë për një rast të vrasjes së rënd brenda familjes, një rast shumë të rëndit ku burri, faktikisht babai, ka vrarë vajzën e tij të mitur rreth moshës 15 vjeçare, po ashtu vajzën tjetër e ka lënduar rënd, po ashtu e mitur 10 vjeçare dhe gjithashtu ka plag edhe bashkëshortja e tij, përkatësisht nëna e dy vajzave, po ajo i ka plagë më të lehta. Gjithashtu vlen theksohet se përveç tyre edhe kryerësi i veprës penale faktikisht është vetë lënduar dhe vajza e vogël, tani më e mitura 10 vjeçare, gjendet në trajtim në QKK, përderisa 15 vjeçare ka ndëruar jetë në vendin e ngjarjes. Po ashtu trajtim mjekësor është duke i dhënë edhe kryerësit veprës penale dhe bashkëshortës së tij.